në pas Berishës, kush vjen? Kemër? Pas Ramës, kush vjen? Kemër? Ure pastrojnë o vllai që në burg apo që i vendosin familjen të gjithë për penalisht. Pse? Sepse pikrisht manuali është shumë i qartë. Përdoret të ndaluar që kush do të marri punën e Ramës. Dhe do të them diçka, çfarë punë bën Rama? Politikan. Ka punë për të marrë familje? Jo. Se nga politikan përfundon piktor. Nga piktor, kush ja blen më ato recetat e tij? Mirë, Saliu është pensionist tani, sepse në kuptimin doktor që më do shërbej. Nga politikan kur ti ki, që do jetë pensionist. Por çfarë ndodh në këtë situatë që jemi sot? Në dy parti kryesore Dylber, ke grop, dhe kjo grop nuk pastrohet apo mbushet, mbulohet nga të tjerë që nuk janë në Shqip, janë amator. Dhe çfarë tregon kjo gjë? Tregon bëshllek institucional, leadership. Dhe çfarë shkakton kjo? Kjo shkakton një krizë shumë të rëndë për Partinë Socialiste. Pse? Sepse imagjino ti Dylber të vi Qori kryeministër i Shqipërisë. Lapaj, shejaj, e në jemër tjetër. Edhe ky bëshllëk çfarë duhet të mbuloj, të marri pikërisht këtë dy dhe t'i bëj një statistikë të vërtetë të drejtësisë që po këto të dy kanë normuar. Shi reformën 2016. Pra, mos e ishin nga vëmendja juaj kur se si bëshllekun që kanë krijuar po të dy këto leadership. Edhe Saliu, edhe Rama. Rama ka një problem shumë të madh. Pse? Sepse nuk është ende i proceduar. Dhe Rama duhet të punoj që nga procedimi që mund t'i vi, do jetë i kontrolluar ashtu siç ne kemi thënë, apo do jetë një procedim i cili mund të jetë i kontrolluar, por Rama nuk ka mos se si ta frenoj për shkak të mungesës së paras dhe pushtetit, se ato janë të lidhura njëra me tjetrën. Se në Shqipëri e di shumë mirë ti, nga pushteti, dëshon pllaka. Dhe këtu tani jemi në situatën që Rama është në rrezik. Po jo pushteti i Ramës. Çfarë? Pushteti që ai ka te partia e tij, te Partia Socialiste. Dhe Rama gjithë kësaj kohe, Partia Socialiste e shërndoi rilindje. Rilindja e Ramës dështoi. Pse? Tani flasim të socialistët po na ndjekin. E mbani mend kur Rama ju telendisi partinë dhe flamun socialista 2013, nuk e dua rilindje. E pat si dështoi brenda 4 vjeçarit të pa. Dhe ç'a bëri? Solli Partinë Socialiste, e mban mend apo? Se këto gjëra. Po sigurisht. Po, e arrin këta. Ç'a bëri? Bëri ndryshimin që të ndryshonte emrin Parti Socialiste, e pa që Partia Socialiste po ndryshoi të emrin, ai mbaroi. Çfarë bëri? Futi tabelën e Partisë Socialiste dhe fillonte tani, hajde ti që hajde ministër, hajde. Po ti hajde, nuk ka problem, hajde, mbush një karrikë. Dhe gjithë kjo kosto politike që është aktualisht në bagazhin e Partisë Socialiste do shpërthej tek Partia Socialiste, sepse pikrisht Rama i bëri dëm Partisë Socialiste. Edhe sociale. Rilindasve, jo, pse? Sepse pikrisht rilindasve, që thënë, paraja, pushteti, bëjmë qef ne, baroj puna, për socialisti që son akoma me pa buk, me buk në shpi, nuk është puna e ti, me pron, pa pron është puna e ti, beson të PS-ja, por ai që beson të PS-ja, sot do t'i vipa më e madhe kur PS-ja do t'i vendosi ligje dhe taksat të forta. 2 shtëpi, 1 shtëpi, pa shtëpi, me shtëpi, do pagush taksa. Po të partia jote që beson tek ekonomia sociale, a kupton tani? Dhe tani çfarë themi ne sot? Themi që nesër do flasim 6 muaj në ardhshëm
Pse 6 mujorëshin? Sepse pikrisht ne e kemi provuar këtu Dulber. 7 tetor, 9 10 janar, qa ishte në janar? Ndryshime, kishim ndryshime. Preteksti ishte balluku. Po ballukun e bërë në muajin tetor. A i bie që në harkun e një viti ndryshohet e gjithë qeveria, se gjysma në Jo në harkun e 2-6 mujorë, ke ndryshimin 2 herë, do ta ndryshosh. Nesër mund ta ndryshosh, në shtator mund ta ndryshosh. Pse? Pra, pse të shosh diçka që është në rregull? 8 mandate i ke. Plase ty, ç'a thot tjetri? Ti vjen nga andej edhe thot Shqipëria po shkon në Bashkimin Evropian, kështu gjë mashtron, e kupton me Mogherinit, Tekës, Gonzato, asaj që është dënuar me komisionerës europiane Ursula von der Leyen, e kupton? Pra, këta e mashtrues vëlla profesionistë paguen për të bërë Shqipërinë. Si futet Shqipëria kur nuk ka demokraci reale? Si futet Shqipëria ku tjetri ka në pikpyetje pronën e ti? Pronën, zotre, çfarë do të thosh kesh në pikpyetje pronën, ta kesh me certifikat. Avokat. E kam se kam. Janë zhgënjur shumë ata që prisin një ndërhyrje të ndërkombëtarëve. Ndoshta Gjermanisë, të SBA-s, të BE. Edhe një ndërkombëtarët nuk bëjnë gabim, edhe këtu e kemi thënë bashkë, do ta themi si ka qenë përpara. E mamë në rastin e Ishës, nuk u përgënjështrua rasti i non gratus. Ai marr telefonatën, ti pe një lëvizje, ti pe ambasadën amerikane të thotë distanconi direkt, tha, fillimisht, pajësisht, por pastaj çka gjatë rrugës. Kujdesni amaj. Kur bën protestat e Berishës, ç'a thoshte? Ju lutem qytetarët amerikanë mos lëvizin atë aks rrugor. Pse? Sepse protestat të dhunshme. Pra, e kupton besoj. Dhe besoj që ti e kupton për dhëtarë që në ndjekin ambasadori spanjoll që ishte Çeshi, çfarë tregoi? Ai ishte duke kaluar më duket avokat, atë kush kalon ta i bën. Po, edhe ai duke kaluar, ai qëndroi mërti, ai qëndroi aty gjysore. E kam informacion të saktë. Qëndroi gjysore në krau ku janë gjithë makinat televizioneve që marrin përballë protesta. Pra, ambasador qëndroi. Ti ke pa ndonjë ambasador që në protesto vëlla? Ai që bëri gabim, që gatroi rrugën ishte Gonzato, që iku. Inshallah mos na vit dekan këtu në Shqipëri se këta ambasadorë sa dashurojnë me këtë vend o zot. Gjithë shqiptarët dalin në emigracion, sa dashurojnë. E mbylli mandatin apo. Po çfarë dashurie bëhet si puna e Ivankës. Mora një aniqe, një skaf që janë këto gjëra, më që janë këto, lut drim që janë këto budalli që deti, mora atë pas ishullin, fura dylbit, pas ishullin Sazanit dhe më keli syrin. Ndërkohë si amerikane në 1958 ka bërë studim për Sazanit. E kupton tani në cilën situatë jemi nga këta të huajt ne, mu edhe faktin tjetër që Yuri Kim Rusja, Tigri, 1-2 lek, ajo është bëte Tigri administratorë ku e ambasada amerikane në ambasadorët amerikanë këta të Amerikës të na jetojnë.